Në kërkim të protestave kundër qeverisë Rama, këtë herë Sali Berisha e gjeti mbështetjen përpara kuvendit, ku koalicioni shqiptar pro familjes dhe jetës protestoi kundër projektligjit për barazinë gjinore. Sipas tyre, nisma ligjore i hap rrugë krijimit të gjinive të reja dhe shkatërimit të familjes tradicionale. Por një ligj kryekput ideologjik i cili bazohet absolutisht në përmbysjen e rendit gjinor, binar, shekullor dhe mbivjeçar, në përmbysjen e familjes dhe vlerave të saj, në përmbysjen e librave të shenjtë dhe moralit të tyre. Pas deklaratës së Berishës reagoi kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla, i cili akuzoi opozitën për përhapje paniku dhe manipulim publiku. Motra dhe vëllezër, burra dhe gra të këtij vendi. Përkatësia e shumëfisht është: unë jam një vajzë e dhunuar, jam një vajzë e abuzuar seksualisht, jam një vajzë rome, jam një vajzë që jetoj në një lagje periferike. Por Berisha nuk u ndal me kaq, ai akuzoi ashpër ambasadorin e Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, për qëndrimin e tij në mbështetje të reformave të qeverisë. Ambasadori Gonzato ka kërkuar votimin e ligjit. I kërkoi të nderuarit ambasador të nxjerrë cilat direktive Bashkimit Evropian e kërkon një gjë të tillë. Të nxjerrë cila direktivë, tu thot shqiptarëve se direktivat janë aty. Kreu i grupit socialist kërkoi dënimin e gjuhës fyese dhe të sulmeve ndaj përfaqësuesve ndërkombëtar, duke bërë thirrje për ruajtjen e etikës parlamentare. Sa i përket këtij sulmi sot, zoti kryetari i Kuvendit, ne do të depozitojmë kërkesë pranë Komisionit të Etikës së Kuvendit të Shqipërisë.